Kërkoj për juve me ma bo halal nëse më lejoni mi ju kritiku diçka. Apo më lejoni apo jo? Nuk i kam për qëllim me kritiku da një kam, po e kam për qëllim me të regu një regull islame qka më vjen shumë keq që dikush me arë në gjami edhe më këthit e shpia pas e vap. Qysh ndodh ajo? Ajo ndodh se na ndërë këto e kemi në gjitën një qfar table, do shta kete keni po, ashtë një rreth i kuq, e ta i rreth i kuq një vije kuqe, e atë janë shkanë shofera e dinë se që kjo puna është zabran, dhe me ke ndalume. E nuk ka zabran me majti telefonin me vetin gjep, po është zabran, hoxha të folti, Allah, jam i zanë, thiri në mas një 10 minutave së në gjamia, që kjo zabran është, e kemi qartë. Ose është zabran, ti e ki telefonin gjep edhe takshiri shkam ka shkujt në Facebook, edhe në Viber, edhe në Fiter, edhe t'ja baj like dikujna. Qka në zabran? A u kuptu më vlezën? Sidomos jëri një atje në fund qka jeni. Se javën e kalumë, ku pas fatë më falë me juva gjë për mas, e pasha po këton këtë dekurin negative. Nuk kam rëndësi kush ashtë këtu, në hytbe. Edhe nuk kam rëndësi që dhe në gjami falesh. Ashtë më rëndësi që qëtë një sahat, qka ka arë për namaz gjumajës, mu kanën me hatibin. Se qaj i cili e ndëgjon hatibin, a ndëgjimi hatibit është vajib. Vajib. Vajib shka me thonë vepër e obligume, e domosdoshme. E cila nëse tik kompenzohet me se visejde. Ama nëse e len me qëllim, s'ki të thotë kur gjon pisajnë. E për ata syje më zbohet sebeb një telefon i vogël, apo një shejtan që kanë pi për jashtë i cili nuk kanë të falën me të lanë edhe ti pa gjuma. Se bashkë në qatë moment a i shejtani punën, mënohet me najmur se vapet e tona. A i dini se qfar se vapi i madhë është me falë gjumajnë. A i dini se qfar se vapi i madhë. Shka të fshihen gjunahet e një javë, shka kanë kalu edhe një javës, shka vjen. Ja në qatë moment kur ti janë të fshihen gjunahet, a i mënohet me ta nalë ti atë linkin me Allahun dhul gjelal, mësë bu të fshihen. E për atër syje një sahat, jo ma shumë një sahat, këput e dunjojnë, nej me Allahun dhul gjelal. Edhe njëherë ju kërkoj falje. Dhe thot, nuk jam të dasht me kritiku dikan, po vetëm se po më dhimët, qaj i cili vjen gjuma e shkon pas e vapë. E unë nuk du që një vlavi jem, i cili vjen gjami, i cili kalon këtë punë të dunjojës, në fund më këthi pas e vapë. Po jo, po gjumaja më konë se vepë, që ti më këthi me se vape, e më të falë gjunahet, e Allahu dhul gjelal me dhonë drit, e me dhonë nur, e me dhonë bereqet, e me dhonë të mira në familjen tane, për hatër që ati disa hati që ka ke arti në gjuma. Inshallah Allahu dhul gjelal ishë përblen.